Periudha aktuale problematike për situatën nga zjarret, kjo edhe për shkak të erërave të forta dhe rritjes së temperaturave, por kryesisht zjarrvënieve të qëllimshme. Një tjetër vati zjarri është regjistruar në zonën e Dukati, ndërsa shefi i shërbimit zjarfikës Luan Kapaj ka theksuar se kjo vatër zjarri ishte e qëllimshme, ndërsa për shkak të terrenit të vështirë është dashur një kohë gjatë për ta vënë në kontroll. Sipas Kapaj, aktualisht për shkak të motit dhe erërave nga jug, zjarret mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme. Kjo periudhë është një periudhë që janë këto rrymat e forta të jugut që ndikojnë shumë në përhapjen e zjarrit. Dhe ditën e djeshme ka pasur një vatër zjarri në një terren shumë të vështirë në pjesën e ku ndan parkun e Llograsi me pjesën e Dukatit, i cili përhapjen një sipërfaqe shumë të madhe. U desh angazhimi i shumë forca zjarfikëse në një terren shumë të vështirë për ta ndërprer këtë zjarr nga që mos përhapesh në park. Mendoj se është zjarrvënie me dashje sepse nuk ka arsye tjetër për linjen e këtij zjarri në këtë terren të vështirë. Ndoshta dikush që ka interes në këtë pjesë të këtij mali për nevoja të veta e shikon të arsyeshme në mënyrë të gabuar për vendin e këtij zjarri në mënyrë për hapjen e kullota apo për pastrimin e kësaj pjese në mënyrë që të kollosin bagëtitë e tyre. Kapaj ka edhe një thirrje për të evituar situata të tilla problematike, pasi djegja e kullotave sjell edhe prapjen e zjarrit dhe dëmet mund të jenë të mëdha. Në këtë periudhë që janë këto rrymat e forta të jugës dhe temperaturat e larta bëjnë të mundur përhapjen e zjarrit në shumë sipërfaqe të mëdha, por me këtë rast u bën thirrje kushdo që ka qëllime të këqija mos të vëri dorë në këtë terren, sepse përhapja e zjarrit bën të mundur që të shkatërrohet pyjet dhe kullotat në mënyrë masive. Për ta vënë zjarrin në kontroll në këtë terren të vështirë duhet angazhimi i shumë forca zjarfikëse në mënyrë sepse terreni është aq i thepësus sa që është e pamundur ta kontrollosh në çdo pëllëm apo në çdo metër të sipërfaqes së zjarrit. Situata nga zjarri në këtë periudhë rritet rreziku, por edhe kërkohet vëmendje maksimale pasi mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme.